Një dokumentar I ri po hap një temë që në Beograd është shmangur për dekada. Të vërtetën për luftrat e viteve 90. Jo si akuz nga jashtë, por për me zërave nga vetë Serbia. Në dokumentar ngrihet një pyetje drejt për drejt. A fitoi Serbia ndonjëherë nga këto luftra, apo I humbi të gjitha? Përgjigjja që del nga ky material është e qartë. Serbia nuk arriti qëllimet politike për cilat hyri në këto konflikte. Sloveni, Kroaci, Bosnjë e Hercegovinë, Kosovë. 4 luftra, shumë viktima, shumë shkatrim. Dhe në fund, realitete politike që Beogradi nuk arriti t'i ndryshojë me forcë. Por për ta kuptuar këtë histori, dokumentari kthehet pak më herët. Në vitin 1986, te memorandumi I Akademisë Serbe të Shkencave dhe Arteve. Në dokumentar, ky memorandum paraqitet si një nga dokumentet më të rëndësishme në prag të shpërbërjes së Jugosllavisë. Aty ndërtohej ideja se serbët ishin të rrezikuar, se ishin të shpërndar në disa republika, dhe se Serbia duhet të vepronte për t'i mbrojtur interesat e tyre kombëtare. Sipas dokumentarit, ky memorandum ndihmoi në krijimin e një klime politike ku frika, nacionalizmi dhe ideja e mbrojtjes së serbëve u kthye në mjet mobilizimi. Më pas kjo narrativ u përdor nga politika e viteve 90. Në dokumentar flasin intelektual, profesor, politikan, analist dhe qytetar nga Serbia. Ata sfidojnë narrativat zyrtare për luftrat, për Kosovën, për Srebrenicën dhe për idenë e ashtu quajtur bota serbe. Në një pjesë të dokumentarit shfaqet edhe një debat televiziv. Aty një qytetar përballet drejt për drejt me Vojislav Šešelin dhe ja thot në sy se politika e Serbisë së madhe përfundoi në dështim. Izgubili smo sve ratove od redom od Hrvata, od Bošnjaka, od Albanaca. Ne zbog mene. Želeli ste veliku Srbiju, želeli ste da možete da želite. Ja želim da budem na mesecu, pa ne mogu da budem. Može. Lako se to sedi. Ne može. Pa lako se to sedi. Ne može. Nemojte sada da me prekidate. Znači, sve ukupno, vaša politika je doživela debakl, a Srbija je smoždena zbog tog debakla. Pastaj dokumentari ndalet e tema më e ndjeshme për Beogradin. Kosova. Shkrimtarja serbe Biljana Srbljanović nuk nguron ta thotë atë që politika zyrtare në Beograd kurse se nuk e pranon. Da kaže istinu, ono što svi znamo. Kosovo je nezavisna država. Kosovo je nezavisna država I ono čime mi treba da se bavimo je da građani te države, svi građani te države,